E kuptoj. Altin, lajmet e sotme që vinë nga Dubočica apo nga Leskovaci, flitet se trajneri Silvinjo mund të hedhë në fushë që nga minuta e parë Mirlind Dakun në sulm. E konfirmoni këtë gjë? Nuk e di. Personalisht fola me Dakun, të përshëndeta, jam në formë sa. Në formë është ai se ka shënuar gola pa fund në Rusi. Po që ka bërë me kontarën. Kjo është handikapi, ajo që në shqetëson gjithë dhe duhet të jetë pjesë fluente e emisionit. Në informacionet tjera lojtarët e ekipit kombëtar konfirmojnë që fusha nuk është e mirë, është e lagës, dhe besoj që në pjesën e dytë sonë do jetë e vështirë për të luajtur. Të paktën më thënë nga informacionet lojtarët e ekipit kombëtar. Qartë. Ndërkohë, duket se e kanë rikëveruar atë incident, e kanë kuptuar atë gabim. Serbët të paktën vinë lajme se është vendosur dhe flamuri shqiptar në Dubočica, apo jo? Po shka, zyrtarisht duhet që ditën e ndeshjes vendoset flamuri. Ajo domosdoshmërisht që të jetë ditë në ndeshjes. Nuk ke ditë, do me thonë si pas regulores, për sa i përket stërvitjen e ekipit. Me këtë duhet pyetur dhe duhet të folëm me zyrtarë sepse opsionet janë ndryshme. Por sot natyrisht do vendoset, do jetë flamuri jonë, flamuri kombëtar, që duhet shoqërohet me një performancë mirë shunave, bjembe, sot na bëjnë krenar, dhe natyrisht gjithçka do duket fushë e lojës, sepse edhe një tjetër e theksoj është një ndeshje kruciale Andi. Një ndeshje për këmbë forta, zemër fort, mendje fort, por natyrisht edhe që ka memorie cilat ende nuk janë shlyer. Qartë, por ndeshje kruciale thoni ju dhe të themi të gjithë, po ndërkohë Silvinjo thotë që nuk është ndeshja vetëimtare, kemi akoma rrugë, kemi dhe 2 ndeshje tjera. Po Silvinjo ashtu thotë sepse është rritur në një ambient trajnerës që janë diplomat, ka ndajtur pranë Arsene Wenger, Guardiolës, ka ndajtur me Mancini, ka qenë të titët e Brazili. Është probleme me Silvinjo, nuk është një trajneri drejt për drejt. Çfarë do të pyetje ti bësh, është vështirë që të përgjigjet trajneri Silvinjo për sa i përket pyetjeve të drejt për drejt të gazetarëve. Kështu komunikime që kemi me njëri tjetrin Andi, të gjitha thonë që do të përgjigjet diçka tjetër. Është një trajner i mbyllur, do të thoja unë, me deklaratat e tij për shtyp, dhe asnjëherë nuk jep detaje më shumta. Qartë. Megjithatë, ne na vjen një konfirmim nga Federata Shqiptare e Futbollit, ndoshta për atë që ne quajmë incident, për atë flamurin që nuk ishte vendosur, të paktën nga Federata Shqiptare e Futbollit deklarojnë se nuk ka në stërvitje flamur. Pra, flamuri vihet 2 orë para ndeshjes dhe nuk fillon ndeshja pa flamur. Të paktën këto janë konfirmimet që vinë nga Federata Shqiptare dhe delegatët atje të paktën është një nga më të vjetrit në UEFA. Gjithsesi, pyetja e fundit për ty Altin, nuk ka tifoz. Po? Ajo që ju thash pak më parë. Po, patjetër. Atëherë pyetja e fundit, nuk ka tifoz shqiptar, por gjithsesi në Dubočica do të ketë, pritet të ketë tifoz gazetar shqiptar, por edhe politikan shqiptar, apo jo, me shumicë. Po nuk e dim tani sepse ka prurje, kanë ardhur shumë njerëz që kanë edhe bileta ose kanë akreditime, jo bileta, akreditime, sepse bileta nuk ka asnjë tifoz shitur, domethënë nuk ka asnjë tifozi një bilet shitur që të vijë që të shikojnë ndeshjen. Ashtu siç nuk erdhën serbët në Tiranë, ashtu nuk shkojnë edhe është marrëveshje që edhe tifozët shqiptar nuk do jenë. Më shumë e kam te politikanët shqiptar. Do ketë politikan shqiptar? Unë kam parë djeta Ulan Ballën këtu. E kuptoj. Që janë prezente edhe në stërvitjen e ekipit. Pyetëm edhe se do jetë presidenti Vučić, 90% do jetë në stadium, nga informacionet që kemi deri tani. Megjithatë do shikojmë se kush do jetë prezent atje. Ta thash, Andi, është pak e vështirë këtu, sepse siç e shikojmë, ja nuk e di sa do të arri që t'ju jap pak detaje. Në çdo moment jemi të rrethuar nga forcat e policisë, në çdo cep të stadiumit, nga ana tjetër, makina tjetër, në çdo kënd, ja edhe
një tjetër makinë policie në çdo 20 metra ka një makinë policie. Shumë e vështirë për ne, ja dhe një tjetër makinë policie në anën tjetër, domethënë në çdo pikë të perimetrit tu. Por dhe kur shkojmë në stadium, është e vështirë që ne të lëvizim jashtë i perimetrit. Po lëvizja nuk do të vish brenda, shumë e vështirë, pastaj duhet marrësh leje të veçantë që tysh në hotel. Duket atë që thash, duket pak si situata e Covid-19 këtu, na kujton atë kohë të mërshme. Megjithatë, shpresojmë që gjitha këto të kalojnë sot me një performancë të djemve, cilët do jenë ata aktorët më të mëdhenj fushën e lojës, do të na japin një kënaqësi të gjithë shqiptarëve ku do ndodhen në gjithë globin. Mi unë të falenderoj Altin Sulçe dhe të uroj punë të mbarë në vazhdim, ndërsa i urojmë suksese vetëm fitore edhe kombëtare shqiptare. Mirë, kemi arritur në fund të këtij fleshi informativ, këto për zhvillimet më të reja në ndiqni në faqen tonë zyrtare adycnn.com. Bashkë kemi përfunduar